shërimit shpirtit apo të zemrës. Qarihul qalbi min waja'il dhunubi Nahilul jismi yashhaqu bin nahibi. Shërimi i parë është takvalloku, që ti të ruhesh nga mëkatet e mëdha, edhe të ruhesh nga mëkatet e vogla, edhe ti veprosh veprat e mira me qëllim me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Ndërsa mëkatet e mëdha dhe të vogla ti lesh me qëllim mos më të ofrua hidhrimi i Allahut azza wa jall. نحيل الجسم يشهق بالنحيب Pastaj thot wa in minkum illa wariduha. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Nuk ka dikush nga ju që nuk do të kalon mbi xhehenem, mbi sirat. Allah azza wa jalla thotë çdo besimtar, çdo njeri ka me kalu mbi sirat, mbi xhehenem. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ndërsa Allahu e ka bën këtë ligj, do të e ka caktuar dhe patjetër ka menduar kjo. Çdo person ka me kalu mbi sirat, mbi xhehenem. Dhe nga kjo i shpëtojna, do të thotë pasi që kanë me kaluar, thumma nunajji alladhina taqaw, dhe do t'i shpëtojmë ata të cilët kanë pas frikë Allahut. Se pasi që tu kalu mbi urën e xhehenemit, domethënë sirat është e dyshim puna a do ta kalosh apo jo. Përveç ata të cilët kanë pas frikë Allahun azza wa jall, Allahu ka dhënë siguri, do t'i shpëtojmë ata alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, ndërsa ata të cilët kanë bërë zullum do t'i lajmë në të gjunjosur me gjunjë në xhehenem. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Ligjëratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Shukri Aliu. حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Vëllezër nderuar, pas me përfunduar me mëkatet dhe pasojat e mëkatit në jetën e njeriu në individ dhe në shoqëri, dhe çka është përfundimi i saj, vazhdojmë me shërimin nga smundjet. Nga se smundjet janë dy lloj. Smundja e trupit dhe smundja e shpirtit. E smundja e trupit e dinë të gjithë. Se kur i dhan diçka nga trupi, një pjesë e trupit apo ndonjë gjymtyrë e trupit, më njerë ankohet edhe njerëzit e shohin, ose gjurmët e tij shohin trupin e tij, e shohin se ka rënë shtrat, s'ka mundësi më çu, e shohin se ka nevojë për mjek dhe e bin mjekun për shërim. Ndërsa smundja e shpirtit është shumë më probleme se sa smundja e trupit, për shkak se ka mundësi njeriu me koni smund edhe mos me vrejt veten se është i smurt. Në ato ka smundjen e shpirtit dhe nuk e kërkon mjekun. Andaj kjo është prej smundje më e rrezikshme se sa smundja e trupit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-fitanu, ju ofrohen fitnat, sprovimet zemrave alal kulubi ardhul hasiri uda thot i vin fitnat sprovimet njeriut në thot ose shpëton nga mëkati ose e bën mëkatin, i vin të njëjta të shpeshta sikur ata thuprat e hasras, sikurse thuprat e hasras. Fa ayu qalbin ashrabaha, ajo zemër e cila e thith atë smundja, atë sprovim, atë mëkat, nuk kitet fihi nuktet në sauda. Në atë zemër bëhet një pik e zezë, sa herë që ta pin atë mëkatin. Wa ayu qalbin ankara, nuk kitet fihi nuktetun bejda, dhe çdo zemër e cila e mohon, nuk e refuzon atë mëkatin, në zemrën e atij personit bëhet një pikë e bardhë. Në datë nëse janë pikat e zeza shumë, bëhen aq shumë dhe rritën derisa e mbulojnë zemrën. Dhe ky njeri mos është gjendje me po të mirën dhe të keqen me dallu. E nëse është që i refuzon të këqijat, ju zbardhet zemra, ka mundësi me dallu të mirën nga e keqja.
Thot një autor i librës Thirrat Minhajul Qasidin, flet se smundja e zemrës është më problematika apo e shpirtit se sa smundja e trupit. Për 3 shkaqe. Shkaku i parë është ai i cili përmendëm, ajo është se njeriu ka mundësi me qenë i smur edhe nuk e di veten se është i smur. Sikur është gjendja shumë muslimanëve sot edhe të rive musliman, shumë prej tyre janë të smur edhe ai mendon se është i shëndosh. Në realitet ai ka smundje të mëdha në shpirtin e tij edhe në zemrën e tij. Pastaj është e rrezikshme për shkak se nuk shihet. E shef vetë besimtari ai i mirë i cili ka dituri mjaftueshme që shihet e keqja dhe e mira, mirë po ai personi vet nuk e shef, edhe njerëzit që janë sikur ai nuk e shohin smundjen. Nuk e shohin se personi është i smund dhe se dohet për mjek, është bon për mjek. Dhe e treta, nuk e njohin mjekun, do thotë nuk shkojnë te mjeku. Nëse i dhëm krahu apo dora ose kryet, automatikisht më njëherë niset për te mjeku, kërkon mjekun për shërim. Mirë po kur është i smur në zemër nuk e kërkojnë mjekun. Madje thotë edhe mjekët i janë të smur, shumë prej mjekëve këtij llojit janë të smur. Thot faqdu at-tabibi fa inna al-atibaa hum al-ulama. Thot ju mungojnë pastaj edhe mjekët këtyre njerëzve, nga se mjekët që shërojnë zemrat ose shpirtin e njerëzve janë haxhallart. Wa qad maradhu fi hadhihi al-a'sar, dhe ky libër është i vjetër që thot në këtë kohën tonë janë smundhat vet haxhallart, li anna da al-muhlik huwa hubb ad-dunya, për shkak se smuja e cila shkatron njeriu është dashuria ndaj kësaj bote. Wa qad ghalaba hadha ad-da' ala al-atiba, fatkeqësisht thot kjo smuja i ka mbulue edhe mjekët e kësaj kohe. Që do të thotë haxhallart, asaj kohe mos flasim për këtë kohë. Illa man rahim Allah, përveç atësh ka Allahu e ka ruajt. Wala yazalu al-khayru baqiya, pastaj thot vazhdon prap në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka khair. Ka mjek të cilët nuk janë smur nga kjo smundje, walakinnahum qalil, mirë po janë pak, wa ma qillatim qalla man yastami' lahum, edhe pse këta mjek janë pak prej njerëzve janë ata të cilët i dëgjojnë këta pak mjek të cilët janë. Lahum wa yastafidu minhum, as që kërkojnë që të kenë dobi për këtyre mjekëve, wallahu almusta'an, Allahu qoft në ndihmën tonë. Do thotë me këtë fjalë përfundonaj rreth kësaj teme. Vazhdojmë na me shërimin e shpirtit apo të zemrës. Ai shërimi i cili është që do të besimtari me kërku është takvalloku apo ruajtja nga mëkatet. Thot Allah: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum", ne kështu i kemi porosit atyre që ja kemi dhënë librin para ju. Utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, edhe juve keni frikë Allahun azza wa jall. Në thot takvalloku është frika nga Allahu azza wa jall, siç do t'i përmendim definimin e fjalës takwa. Allah azza wa jall ka porosit në këtë, për shkak se kjo është shërim për njerëzit, i ka porosit gjithë atyre popujve të cilëve u ka dhënë libra më herët. Do të edhe ju tash po ju porosis që keni frikë Allahun azza wa jall, keni frikë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Dharri dhe Muadh ibn Jabali, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë i ka porosit me këtë shërim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqillaha haythuma kunt." Ke frikë Allahun, do të ruaju nga Allahu, nga mëkatet që Allahu e bin hidhrimin e Allahut, haythuma kunt, kudo që t'jesh. Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dhe vepro të mirë pas të keqes. Nëse je mashtru dhe ke rënë në mëkat, pas atij mëkatit vepron ndonjë vepër të mirë e cila është shkak dhe anulon e humb këtë keqen, e fshin e mira, e fshin të keqen. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dhe sillu me njerëzit mirë. Në të tjesh të kesh frikë Allahun azza wa jall në çdo rast. Edhe nëse jenë vetmi, kesh frikë Allahun azza wa jall. Nuj me qenë, ke frikë Allahun se edhe nuj Allahu të shef. Mbi tokë me qenë, ke frikë Allahun se Allahu të shef. Në shpellë me kon, ke frikë Allahun se Allahu të shef. Në çdo rast ke frikë Allahun, me gjymtyrët e tua ke frikë Allahun azza wa jall, se Allahu thot: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni", Allahu azza wa jall e di tradhtin e synit. Në thot atë çka don ta thot syni, që përgatit diçka në një kurth dhe ban me synte, Allahu e din se çfarë jetë dash me tha me këta. Ja wa ma tukhfi sudur, dhe ata që fshehin gjoksat e njerëzve. Në thot në çdo herë Allahu azza wa jall është në dituri, do të thotë ka diturinë mbi atë që ti e tu sjell apo të vepru apo të e thon. Në çdo rast, qoftë ajo në ujë, qoftë në tokë, qoftë në shpellë, qoftë në shtëpi, qoftë vetmin, qoftë shoqëri, do të thotë në çdo rast, do të kesh frikë Allahun azza wa jall, dhe kjo është për devotshmërisë. Se fjala takwa do të thonë në gjuhë, në aspektin gjuhësor, është murujtën.
Në thot më rujt prej diçkahet, edhe më mbulu, me marë si mburoj dhe mbrojtje. Ndërsa të ulemat ka thonë, është veprimi i muslimanit gjithë ato vepra të cilat e kënaqin, veprat e mira, për të arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall dhe me i lanë mëkatet të cilat ofrojnë hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Në thot ky person ka takvallëk, ky person ka devotshmëri. Ka pyet Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, njërin nga sahabëve, ai ka qenë Ubej ibn Ka'b, se çfarë është takvalloku. Ka thonë, emma selekte tarikan dhe eshwak, ka thonë Omerit radhiyallahu anhu Ubej ibn Ka'b. Atë ka ndonë ndonjëherë me hecin rrugën me gjëmba. Kale bela, ka thonë po si jo. Fema amil, i ka thonë Omerit, çfarë ke vepru kur ke hec? Ket me thera, çfarë ke vepru? Kale ma shemërtu, kale shemërtu wa qtehettu, jam mundu thot me urujtën. Kam dhanë mundin të sa kam pas mundësi që të ruhem nga të gjëmbat. Kale fedhalike taqwa, kështu është të devotshmëria. Në thot të ruhesh nga të mëkatet që shruhesh prej therrave gjatë rrugës, prej gjëmbave gjatë rrugës. Andaj ka thënë njëri prej poetëve musliman, në kuptimin e kësaj që ka thënë Ubej ibn Ka'b, khalli dhunuba sagiraha wa kabiraha. Në formë poezisë ka thënë disa vargje, blej mëkatet qofshin të vogla apo të mëdha. Fa huwa taqwa, se kjo është devotshmëria, kjo është frika ndaj Allahut azza, kjo është kuptimi i fjalës taqwallëk. Wasna kamashin fawqa al-ardi ash-shawki yahdharu ma yara, dhe pra sikur ai person i cili ec, individi i cili ec rrugës dhe rruga është e shtruar me gjëmba, ai ruhet, jep mundin e tij maksimal që të ruhet nga gjëmbat në rrugë. La tahqiranna saghiratan, dhe mos e nënçmo të voglën. Do thotë mos e nënçmo pse është mëkat i vogël. Mos thuaj kjo është e vogël edhe s'është problemon e veproj. La tahqiranna saghiratan, mos e nënçmo sendin e vogël, fa innal jibala min al-hasa. Nga se kodrat janë të rrituna, do të thonë janë botë mëdhoja kodra prej guralecëve të vogël. Prej guralecëve është bë kodra. E vogël, as tush guralecë është i vogël, po i vogël është, po kur janë bë shumë guralecë, është një kodër. Në këtë mënyrë janë edhe mëkatet, mos e nënçmo të voglën, se kur të bëhen shumë mëkate të vogla bëhen sikur kodra e madhe. Andaj ka thonë la kabira mal istighfar, se nuk mejt mëkat i madh nëse njeriu vazhdimisht kërkon falje prej Allahut azza xal nëse ka bën ndonjë mëkat të madh. Wala saghira mal israr, as që ka mëkat të vogël nëse ti vazhdimisht e vepron, nga se rritet. Në të ruajtja nga mëkatet e mëdha dhe ruajtja e njeriu nga mëkatet e vogla dhe veprimi i veprave të mira me qëllim me arrit kënaqësinë e Allahut, kjo është taqwalloku. Ndërsa rasia e taqwallokut në Kur'an dhe vlera e saj shihet vet nga ajo se sa herë Allahu e ka përmendur në Kur'an. Në Kur'an është përmend taqwalloku apo frika ndaj Allahut azza wa xal më tepër apo avarsisht 250 herë. 250 herë vetëm Kur'an është përmend kjo fjalë. Dhe me kuptime të ndryshta, në porosit të ndryshme që Allah azza wa jall e ka përmend. Ka raste ku Allah azza wa jall sukura në suratul Hashr edhe në suratul Maida, Allah azza wa jall e ka përmend me një ajet ose me një dy ajete dy herë. Ka thënë ja alladhina amanu taqullaha, o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ledha të shikon njeriu se çka ka përgatit për nesër. Prapë ka përmend wattaqullaha, dhe keni frikë Allahun, pra përsëditi inna Allah khabirun bima ta'malun, sa Allahu është i lajmëruar për këtë atë çka ju e veproni. Ndërsa ajeti në surën Maida është përmend 3 herë. Përmend një ajetit, laysa alal ladina amanu wa amilus salihati, nuk është mëkat për atë që kanë besuar dhe vepruar vepra të mira, junahun fi ma ta'imu idha mattaqu, për atë që kanë hëngër, nëse kanë frikë Allahun, ma amanu, nëse kanë pas frikë ma taqaw, derisa kanë frikë Allahun, wa amanu, dhe kanë besu Allahun, wa amilus salihati, dhe kanë vepruar vepra të mira. Thumma taqaw, pastaj kanë pas frikë Allahun, wa amanu, dhe kanë besu, thumma taqaw, pastaj kanë friksu Allahut, wa ahsanu, dhe kanë vepruar vepra të mira, wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i do veprëmirësit, do të thonë bamirësit. Në ato 3 herë mrejnë ajetet Allah azza wa jalla ka përmend fjalën kanë frikë Allahun, kanë frikë Allahun, kanë frikë Allahun. Kjo flet për rëndësinë e asaj, asa i bën dobi njeriu apo sa është kjo shërim për njeriu frika nga Allahu azza wa jalla, do të thotë nga hidhrimi i Allahut azza wa jalla. Pastaj thot alladhina amanu wa kanu yattaqun, do të thotë ju ka përgëzime për ata të cilët kanë pas frikë Allahut, thotë ata të cilët kanë besu dhe kanë pas frikë Allahut, lehumul bushra fil hayati dunya, kanë përgëzim në këtë botë wa fil akhirah, edhe në botën tjetër.
Pastaj thot inna akramakum indallahi atqakum, njeriu më i ndershëm te Allahu azza wa jall për nga ju është ai i cili ka frikë Allahun azza wa jall. Do thot ilaçi i parë, shërimi i parë që me shpëtu njeriu nga pasojat e mëkatit që kemi përmend disa derse me radh, është shërimi i parë është takvalloku, që ti të ruhesh nga mëkatet e mëdha, edhe të ruhesh nga mëkatet e vogla, edhe ti veprosh veprat e mira me qëllim me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Ndërsa mëkatet e mëdha dhe të vogla ti lesh me qëllim mos më të ofrua hidhrimi i Allahut azza wa jall. Pastaj Allahu azza wa jall në shumë ajete në Kur'an ka përmend se çfarë ju bën dobi apo çfarë është rezultati i takvallokut, çka është përfundimi i takvallokut, çka dobi e kete te Allahu azza wa jall për shkak se kur ti mveshesh me këtë petkun e devotshmërisë frikës ndaj Allahut azza wa jall. Thot Allahu në Kur'an: Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me ata të cilët kanë frikë Allahun dhe me ata të cilët bëjnë vepra të mira. Nëse bën këtë takvallok, ke frikën ndaj Allahut azza wa jall, e përfiton këtë. Allahu është me ty, apo është me ata të cilët kanë frikë Allahun, me dimën e tij, me afërsinë e tij, domethënë me dëgjimin dhe shikimin, ka një afërsi Allahun ndaj atyre që kanë besuar, jo sikur ndaj besimtarëve. Në të ka afërsi të veçantë ndaj tyre, do të thonë pranimin e lutjes, ndihmën e tij e tjera. Do të thotë Allahu azza wa jall i veçon mesin e besimtarëve, ata të cilët kanë takvallok më shumë me këtë cilësi. Pastaj thot Allah: Bela men awfa bi ahdihi. Po si ata të cilët plotësojnë premtimin e tyre. Wattaqa, ai që plotëson premtimin e tij Allahut, wattaqa, dhe ka frikë Allahun, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin, ndërsa Allahu i do ata të cilët kanë frikë Allahun. Në do të përfiton dashurinë e Allahut azza wa jall. Pastaj thot inna Allaha yuhibbul muttaqin. Prapë ka përsi tjetër ajet se Allahu vërtet i don ata të cilët kanë frikë Allahut. Pastaj Allahu ka thonë: in tattaqullaha, nëse ju keni frikë Allahun azza wa jall, yaj'al lakum furqana. Allahu ju bën ju një udhërrëfis. Nëse keni frikë Allahun, njeriu Allahu subhanahu wa taala i cili ka frikë Allahun, ja bën atij një udhërrëfis ku din me nda të mirën nga e keqja. Udhërrëfis, din me dallu të keqen nga e mira. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dhe u fal mëkatet, wa yaghfir lakum. O ju këthira, ja shlyn mëkatet e juve dhe ju fal ju. Ja fal mëkatet dhe u shlyn mëkatet. Kjo krejt për shkak devotshmërisë nëse njeriu ka frikë Allahun azza wa jall. Pastaj thot Allah: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." E kush ka frikë Allahun, Allahu jep atij rrugdalje. Do thot Allah azza wa jall e kujton atë kur ai është në ngushtësi, kur ngushtohet, Allah azza wa jall i vjen atij rrugdalje, zgjidhje. Në çastet kur ti je në vështirësi, Allah azza wa jall nuk të harron, pasi ti se ke harru Allahun azza wa jall, Allah nuk të harron në çastet më të ngushta kur s'ka mundësi dikush me të ndihmua. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe i bën furnizimin prej kaj se kujton. Në të jo përveç ngushtësive tjera. Nëse ka rënë fukarallëk dhe ka problemin e fukarallëkut, ja bën Allahu rrezikun për ka se kujton. Shkaku sa ai ka pas frikë Allahun azza wa jall. Devotshmëria apo takvalloku është shkak i lehtësimit që mu hap rruga e furnizimit. Edhe e kundërta, kur njeriu vepron me mëkate, mbyllen rrugët e bereqetit. Nuk ka bereqet, nuk ka rrezik. Kur ka frikë Allahun azza wa jall, Allahu ja hap rrugët dhe e furnizon pe ka ai nuk e kujton. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Pastaj thot Allah, e kush mbështetet në Allahun, Allahu i mjafton atij. Pastaj thot Allah: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." E kush ka frikë Allahun azza wa jall, Allahu punën e tij ja lehtëson. Çështjet e jetës që ai ka, Allahu ja lehtëson për shkak devotshmërisë. Në ato punë që janë të rënda të vështira, Allahu ja lehtëson atij për mi kalu lehtë. Që ai i cili s'ka frikë Allahun azza wa jall, është e kundërta. Allahu ja vështirson çështjet, ja vështirson jetën atij, ju mbyllën rrugë, ju vështirsohen punët. Në ato keq shkaku pse i mungon devotshmëria. Pastaj thot Allah azza wa jall: "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Keni frikë Allahun, Allahu ju mëson ju. Në thot nëse njeriu ka frikë Allahun azza wa jall, Allahu ja mëson atij me i kuptu çështjet dhe me përfitu diturinë. E keni qartë? Në thot shkaku që njeriu ka probleme me mësim me dituri është edhe kjo. Çështja e devotshmërisë dhe njeriu t'ia lehtëson Allahu azza wa jall për me marr diturinë me takvallok dhe me i kuptu çështjet e fesë me takvallok, me devotshmëri. Në thot çka nuk jep secilit këta, po atyre që kanë frikë Allahun azza wa jall. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dhe keni frikë Allahun, ndoshta do të shpëtoni. Do thot e ka lidh Allahu azza wa jall devotshmërinë, frikën ndaj Allahut azza wa jall
me shpëtimin, që është shkak për me shpëtu prej Allahut, për dënimet e Allahut azza wa jalla, apo hidhrimit i është devotshmëria. Pastaj Allahu azza wa jalla e ka lidhur pranimin e lutjes edhe veprave të mira me takvallokun. Madje e ka kufizuar, ka thonë innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Vërtet Allahu azza wa jalla e pranon veprën e mirë vetëm prej atyre që kanë frikë Allahut. Në thotë Allahu azza wa jalla veprën e mirë se pranon prej secilit. E pranon vetëm prej atyre që kanë frikë Allahut azza wa jalla, kanë ndrojë dhe ndalen nga veprat e këqija dhe veprojnë veprat e mira. Me qëllim ndalen nga veprat e këqija me qëllim mos me mbulu ata hidhrimi i Allahut dhe veprojnë veprat e mira për me arritë kënaqësinë e Allahut azza wa jalla. Prej këtyre Allahu azza wa jalla e pranon veprën, nuk e pranon veprën prej secilit. Do të thotë kjo është dobia e takvallokut që thamë shërimi i shpirtit. Pastaj thot Allahu, innehu men yattaqi wasbir. Vërtet ai i cili ka frikë Allahun dhe bën durim, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Vërtet Allahu nuk ja humb veprën, punën atyre që janë bëmirës. Do thot ai i cili ka frikë Allahun azza wa jall dhe bën durim, Allahu azza wa jall nuk ja humb veprat e tij. Këta të çka punon, Allahu azza wa jall nuk i humb asgjë. Dhe se do ta shpërblen edhe nëse shkon kohë e gjatë. Edhe nëse shkon kohë e gjatë, Allahu nuk ja humb atë mundin e tij, durimin e tij. Do thot është problem për atë. Pastaj Allahu azza wa jall ka obligu pajisje, njeriu mu pajis, mu furnizu, wa tazawwadu, pajisuni, fa inna khayra zadi taqwa, ndasa pajisja më e mirë ka thënë është takvalloku. Me atë që duhet përgatitet njeriu për të, është më e mira takvalloku, frika nga Allahu azza wa jall. Pastaj ka thonë ala inna awliya Allahi la khawfun alehim. Vërtet nuk ka frikë përmes të Allahut azza wa jall. Wala hum, nuk ka frikë për ata as që do të mërziten. Alladhina amanu, do të mes të Allahut, të cilët nuk do të kenë frikë në ditën e Kiametit, as që do të mërziten. E Allahu ka përmendur se miqti kanë thonë është ata alladhina amanu, janë ata të cilët kanë besu Allahun, wa kanu yattaqun, dhe kanë pas frikë Allahun azza wa jall. Njerëzit të cilët nuk do të kenë frikë në ditën e Kiametit, as që do të mërziten, janë ata të cilët kanë besu Allahun dhe kanë pas frikë Allahun azza wa jall. Pastaj thot Allah azza, ya alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju të cilët keni besua, keni frikë Allahun azza wa jall dhe thuni fjalë të drejta. Nëse e bëni këtë, keni frikë Allahun, edhe thuni fjalë të drejta, përfundimi i kësaj është, rezultati i kësaj është se Allah azza yuslih lakum a'malakum, ja përmirëson veprat e juaja. A'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe u afal mëkatet e juaja. Pastaj Allah azza wa thot, tilka ad-darul akhirati, ajo është shtëpia e ahiretit, naj'aluha lil ladhina la yuriduna 'uluwan fil arda. Ja kemi përgatit xhenetin, do të thotë për ata të cilët në këtë tokë nuk dojnë lartësi, në tokë me bë lartësi, me ndërmallësi në tokë, fil ardi wala fasada, dhe nuk dojnë me bë shkatërrim në tokë, wal aqibatu lil muttaqin, dhe sa përfundimi është i atyre që kanë frikë Allahun azza wa jall. Do të thotë gjitha kjo janë rezultat për këtë është vetë se takvalloku. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Pastaj ka thonë ahireti në ditën e Kiametit, do thotë ahireti, xheneti është te Zoti i përgatitur për ata të cilët kanë pas frikë Allahun azza wa jall. Do thotë Allah azza wa jall ka përgatit. Kjo është rezultati i atyre që kanë frikë Allahun azza wa jall. Pastaj ka përmendur Kur'an se çfarë ka përgatit për ata të cilët kanë frikë Allahun. Të kul au nabbiukum bi khairin min dhalikum. A doni t'ju tregoj se çka është më e mirë se stolit e kësaj bote dhe kënaqësitë e kësaj bote? Lil ladhina taqaw 'inda rabbihim, ata të cilët kanë frikë Zotin e tyre, Zoti i tyre për ta ke përgatit të ai jannatin tajri min tahti al-anhar, ka përgatit xhennete dhe kopshte në të cilat rrjedhin lume, khalidin fiha, ati do të janë përgjithmonë, wa azwajul mutahhara, dhe ka përgatit për ta hyri gratë të pastërta, wa ridwanu min Allah, dhe ka përgatit kënaqësinë e tij, domethënë mbulon edhe kënaqësia e Allahut, wallahu basirun bil ibad, vërtet Allahu shef veprat e robërve të vet. Pastaj thot Allah zuyina lil ladhina kafaru al hayatu ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu. Është zbukuruar stolis jeta e kësaj bote për ata të cilët bojnë kufër Allahun azza wa jall, dhe tallen me ata të cilët kanë besuar. Walladhina taqaw,
ndërsa ata të cilët kanë pas frikë Allahun Azza wa Jall, fawqahum yawm al-qiyamah, ditën e kiametit do të janë mbi ata të cilët kanë bërë kufër. Do thotë Allahu Azza wa Jall ditën e kiametit kafirat tallen me besimtarët, me ata të cilët kanë frikë Allahun. Mi pa Allah Azza wa Jall ditën e kiametit do t'i ngrit lart, do të janë mbi ata të cilët kanë bërë kufër, do thotë në xhenet. Pastaj thotë wa in minkum illa wariduha. Nuk ka dikush nga ju që nuk do të kalon mbi xhehenem, mbi sirat. Allah Azza wa Jall thotë çdo besimtar, çdo njeri ka me kalu mbi sirat, mbi xhehenem. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ndërsa Allahu e ka bën këtë liç, do të e ka caktuar dhe patjetër ka mendodh kjo. Çdo person ka me kalu mbi sirat, mbi xhehenem. Dhe nga kjo i shpëtojna, do të thotë pasi që kanë me kaluar, thumma nunajji alladhina taqaw, dhe do t'i shpëtojmë ata të cilët kanë pas frikë Allahun. Se pasi që tu kalu mbi urën e xhehenemit, domethënë sirat është e dyshim puna, a do ta kalosh apo jo. Përveç ata të cilët kanë pas frikë Allahun Azza wa Jall, Allahu ka dhënë siguri, do t'i shpëtojmë ata, alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya, ndërsa ata të cilët kanë bërë zullum do t'i lajmë në të gjunjosur, me gjunjë në xhehenem. Pastaj thot Allahu, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Vërtet ata të cilët kanë frikë Allahun do të jenë në xhennete dhe dhuntit e Allahut. Fakihina bima atahum rabbuhum, dhe do të jenë të kënaqur me atë që ka dhënë Zoti i tyre, wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim, dhe do të jenë të kënaqur me atë që Zoti i tyre i ka mbrojt nga dënimi i xhehenemit. Do thotë rezulton kjo se Allahu Azza wa Jall e shpëton njeriu për shkak të vallokut të tij, përveç asaj që është në xhenet, e shpëton edhe nga xhehenemi. Thot ka innal muttaqina fi maqamin amin. Vërtet ata të cilët kanë pas frikë Allahun janë në një vend të sigurt. Fi jannatin wa uyun, janë xhennete në të cilën ka burime, yelbesuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, vishen nga rroba të ndryshme, nga mandafshi, dhe e shikojnë njëri tjetrin në përkulltuçe. Thot Allah Azza wa Jall, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba. Vërtet për ata që kanë frikë Allahun ka shpëtim fitore, ka shpëtim, kanë kopshte dhe kanë rush. Në thotë Allah Azza wa Jall ka përgatitur këto këtë për ata të cilët janë në xhenete lloj ushqima. Pas thot innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Vërtet ata të cilët kanë frikë Allahun do të jenë në xhenete dhe në lumen, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, do të jenë në një vend, do të qëndrojnë ul fi sidqin, të sigurt, 'inda malikin muqtadir, te sundusi i plot fuqishëm. Thotë Allahu Azza wa Jall në xhenete lart do të janë njerëzit, do të Allahu Azza wa Jall mbi arsh, mirë po ata do të janë xhenete larta Allahu Azza wa Jall dhe do jipen vende sikurta. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayr ba'id, dhe është përgatitur xhenet, është solisën për ata të cilët kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Do thot ajetet të cilat flasin për takvallokun dhe çfarë është premtuar atyre që kanë frikë Allahun Azza wa Jall, janë shumë prej atyre kanë këto ajete të cilat i lexuam. Nëse në atë që ka ardhur në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akramuhum 'inda Allahi atqahum. Se kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sahabët cili është njeriu më i ndershëm, cili është njeriu më i ndershëm te Allahu Azza wa Jall, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akramuhum 'inda Allahi atqahum. Më i miri, më i ndershmi te Allahu është ai i cili ka frikë Allahun Azza wa Jall. Ai i cili ka frikë Allahun më shumë te ai është më i ndershmi te Allahu Azza wa Jall. Ndërsa në hadithin e Burejdes radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dhe ka qenë në një qet dhe ka caktuar emirin, e ka porosit. Dhe prej porosive që ja ka lënë, e para porosi ka qenë që ai me pas frikë Allahun Azza wa Jall. Me pas frikë Allahun Azza wa Jall. Thot Burejda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amara amiran ala jayshin aw sariya awsahu fi khasatihi bi taqwa Allah taala wa biman ma'ahu min almuslimin khayra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam caktoi ndonjë emir mbi ndonjë ushtri, do të caktoi një ushtri me shku me luftu nga sahabët, ose për ndonjë çet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porosit ka thënë që të ketë frikë Allahun në veten e tij dhe të ketë frikë Allahun ndaj besimtarëve. Do të ketë frikë Allahun, mos ju bën padrejsi ushtarëve të vet nga musliman. Pastaj u thoshte ushtrisë, uzu fi sabilillah, uzu bismillah, luftoni në emër të Allahut Azza wa Jall, fi sabilillah, në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E keni qartë?
Tash këto hadith është shumë i dobishëm nëse don muslimani me kuptu. Se pejgamberi dy çështje ka përmend. Luftën në emër të Allahut dhe në rrugën e Allahut. Se zguxon me kanë në emër të Allahut e jo në rrugën e Allahut. Ose me kanë rrugën e Allahut po jo në emrin e Allahut. Tu dihet për me qenë një vepër e pranuar, patjetër do të me kanë në emër e Allahut dhe në rrugën e Allahut azza wa jall. Qysh me kanë në emrin e Allahut, do të thotë prej gjitha veprave, do të ku ta fillosh atë vepër me kanë vepër e hajrit, e lejuar, halal ose e obliguar nga Allahu azza wa jall. Do kjo është në rrugën e Allahut. Edhe ku ta bësh për Allahun azza wa jall. Që me qenë e pranuar. Andaj u ka thënë pejgamberi luftoni në emër të Allahut, domethënë kur ta nisni luftën, nisni në emër të Allahut. Edhe lufta tjetër në rrugën e Allahut. Se nëse lufton ti në rrugën e shejtanit, në emrin e Allahut, kjo s'pranohet. Lufta patjetër do të më kanë atë luftë që Allahu e don, do të thotë jetë për Allahun, edhe ta fillosh në emrin e Allahut azza wa jall. Kështu që me qenë e pranuar. Andaj ka thënë, "Uzu bismillah", luftoni në emër të Allahut, fi sabilillah, në rrugën e Allahut, qatilu man kafara billah, luftoni ata të cilët kanë bërë kufër në Allahun, uzu wala tudiru, luftoni e mos tradhoni, wala tumathilu, mos masakroni, wala taqtulu walida, as mos mbytni fëmijë. Do të pejgamberi sa këto kanë qenë prej porosive të cilat ja ka bëha emirit dhe ushtrisë kur i ka përcjell, ajo para që i ka porosit ka qenë që ata me pas frikë Allahun azza wa jall. Nëse transmeton Sa'd ibn Abi Waqqas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Yaqulu inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Se vërtet Allahu azza wa jall e don robën e tij të devotshëm, që e ka frikë Allahun azza wa jall, që është i pasur dhe është i fshehur. Në të veprat e tija i bën fshat, të mira nuk i bën që krejt njerëzit me pa. E kemi për qëllim veprat e mira të cilat nuk janë të obligume. Në thotë, ka veprat të obligume namazi, për shembull është i obligueshëm edhe falet në xhami. Nuk do të me kuptu besimtari se pasi dëshka me bë veprat fshat, s'po dal në xhami me pa njerëzit të fal. Jo, është qëllimi në veprat për shembull ndordhanje. Nëse jep njeriu sadaka me dhon fshat, kjo është më e dashur te Allahu azza wa jall se sa ti më dhon haptas me të pa njerëzit se po jep. Transmeton Nu'man ibn Bashiri thot, qala tasaddaqa alayya abi bi ba'd mali. Ky Nu'man ibn Bashiri thot se baba jem Abu Waqqas ka qenë, më ka dhënë mua diçka nga pasuria. Ka rivajet të cilën ja ka thënë se ja ka dhënë një rob. Në thot baba i vet ja ka lënë shërbetor djalit vet, mi shërbye tan kohën atij djalit. Fa qalet ummi Amratu bint Rawaha, dhe nana e tij ka thënë, ka qenë Amra ka pas emrin bia Rawahas, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk jam e kënaqur që ti djali tem t'ia dhash këtë derisa ta marrësh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si dëshmitar. Qëllimi i saj ka qenë se ki ka pas më shumë se një grua. Ka qenë qëllimi që pejgamberi më marr si dëshmitar se është friksuar se pasi t'ia po ja merr prap. Edhe thot t'ia dhash në dëshmin prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu thot që baba im u nis te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yashhadu ala sadaqati, që me prezantua edhe me dëshmu pejgamberit për sadakon që ka më dhënë baba im, do të thot për shërbetorin që ato më dhënë me kanë shërbimin tim. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, kështu edhe kështu qëndron puna. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pi, "A fa'alta hadha bi waladika kullihim?" A ke vepruar këtë me gjithë djemtë to? Do të thotë ajo ka dhënë krejt djemtë to, këtë që ti ja dhon këtij? Qala la, ka thënë jo. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Ittaqullaha", keni frikë Allahun azza wa jall, mos veproni kështu. "I'dilu", bëhuni të drejt fi auladikum, ndaj fëmijëve tuaj. Do të keni frikë Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka porositur këtë që të ketë frikë Allahun azza wa jall, se nëse e ka frikë Allahun e shpëton nga padrejtësia. E shpëton nga padrejtësia, siç e shpëton edhe nga mëkatet e tjera. Pastaj ka në hadithin e Abi Najih al-Irbad ibn Sariya. Irbad ibn Sariya thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një këshill, një ders, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajalat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Ne ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ders, një këshill derisa zemrat e tona janë rrënçeth nga ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa dharafat minha al-uyun, dhe sytë ton kanë lutuar. Fa kulna ya Rasulullah, tham oj dërguari i Allahut, ka annaha maw'idatul muwaddi', kët ders që mojti, kët porosi që na e la ne, sikur me qenë porosia e fundit nga jeta yte, sikur me qenë para vdekjes te Rasulullah. Fa ausina, na jep edhe na këshill të cilën do të më ju përmbajt na.
e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Dëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot se kur ka ardhur je para vdekjes, çka ishin ato në porositë e fundit që na i kishte lënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Ju porosis që të keni frikë Allahun azza wa jalla. Was-sam'i wat-ta'a, dhe ta respektoni emirin e juaj, wa in ta'ammara alaykum 'abdun edhe nëse është rob. Fa innahu man ya'ish minkum, se kush do të jeton nga ju pas meje, fasara ikhtilafan kathira, do të shef khilafa, polemikat, kundërshtime të mëdha. Fa alaykum bi sunnati, atar kapuni për sunetin tim, wa sunnat al-khulafa'i ar-rashidina, dhe sunetin e khulafa veprën traditën e khalifëve të drejtë al-mahdiyin, addu alejha bin nawajid, kapuni për ata me vdëmball, wa iyyakum wa muhdathatil umur, dhe keni kujdes mos veprani, mos shpikni vepra, fa inna kulla bid'atin dalala, nga se çdo shpikje është bidat e cila çon dalalet. Pastaj transmeton hadith tjetër Abi Umama Saddi ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu, domethënë Abi Umama Saddi është prej sahabëve, transmeton hadithin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë, thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë yakhtubu fi hajjatil wada', duke e mbajt hutbën në haxhin e lamtumirës, çfarë i ka porosit muslimanët. Do thot kjo ka qenë para vdekjes, haxhi i lamtumirës, haxhin e fundit që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ka thënë ittaqullah, keni frikë Allahun azza wa jall, wa sallu khamsakum, dhe falni 5 kohët e namazit, wasumu shahrakum, dhe agjëroni muajin e Ramazanit, wa addu zakata amwalikum, dhe jepni zakatin e pasurisë tuaj, wa ati'u Allaha, ati'u umara'akum, dhe respektoni emirat e juaj, tadkhulu jannata rabbikum, do të hyni në xhennetin e Zotit tuaj. Antat pejgamberi sa më ka porosit me këto porosi. Falni, keni frikë Allahun, falni 5 kohët e namazit, agjëroni muajin e Ramazanit, jepni zakatin dhe respektoni emirat e juaj, se do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. E për veprave të cilat do të njeriu me pas kujdes, me pas frikë Allahun azza wa jall, e mos më ofrua është dyshimet. Do thotë vepra të cilat janë të dyshimta, është halal apo është afër haramit. Është vepra e cila është halal, ndoshta mi po është ofruar afër haramit, që ka mundsi njeriu me vepru haramin nëse afrohet atë. Andaj pejgamberi sa ka thonë se mes halalit dhe haramit ka vepra të dyshimta, keni frikë asaj. Dhe ka pru shembullin sukur ai person i cili ruan kopën e vet afër mexhës të huaj, afër kufinit tokës të hujës. E kur ofrohen delet afër, ka mundësi me hijen të hujën edhe me hangër. Andaj ta keni frikë nga këto veprat e dyshimta të cilat janë afër haram. Pastaj me pas frikë nga zjarri dhe murujt nga zjarri, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkar në hadith e ka përmend zjarrin. Nadin ibn Hatim thot dhekara nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar, se pejgamberi ka përmend zjarrin, fa shaha bi wajhihi, dhe e ka largu ftyrën, fata'awadha minha, dhe ka kërku mbrojtje nga zjarri, sikur me pasin tu ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zjarrin, fa shaha bi wajhihi, pastaj prapë ka largu ftyrën sikur me qenë duke urrit nga zjarri, fata'awadha minha thumma qala, dhe ka kërku mbrojtje te Allah që ta mbron nga zjarri, pastaj tha ittaqun nar, keni frikë nga zjarri, ruajuni prej zjarrit, walau bi shaqqi tamratin, edhe sikur të jetë me një hurme, faman lam yajid, e kush nuk ka dhe një hurme me dhan sadaka me shpëtu nga zjarri, fa bi kalimatin tayyiba, atëherë le ta thot një fjalë të mirë. Me kas për sante përfundojmë, wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Shërimit shpirtit apo të zemrës. Qarihul qalbi min waja'il dhunubi, nahilul jismi yashhaqu bin nahibi. Mi po për çështën e namazit nuk kalon rrugdale. Gjithë ata të cilët thonë se nas kemi mundësi me fal namazin, gjithë janë gënjeshtar. S'ka mundësi, se Allah azza jalla e ka obligu dhe s'kalon rrugdalje. S'kalon rrugë me thonë njeriu s'mundem. S'kalon rrugë, se Allahu e ka kriju njeriu dhe e ka kriju kohën dhe e di se me çfarë mirret dhe e di se ka mundësi me kri, andaj ka bë obligim dhe si kalon rrugdalje për me lanë. Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ala wa inna fil jasadi mudghatun, vërtet në trupin e njeriu është një
cop mishi, idha salahat salaha al-jasadu kullu, nëse ajo është e mirë, në rregull, krejt trupi është në rregull, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu, ala wa al-qalb, nëse prishet ajo, prishet i të trupi, në të edhe gjymtyr. Kjo hadith e bën me qartë, po ashtu argumenton se takvallahu është në zemër, origjina, baza e sendeve është në zemër, dhe nëse njeriu është në zemër i mirë, edhe trupi i tij është mirë në rregull me veprat e tij. Nëse zemra është prish, atëherë edhe veprat e tij janë të prishura. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Ligjëratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Shukri Aliu. حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Vazhdojmë me dersën tonë, si kemi thënë tash, kemi derset për shërimin apo mbrojtjen nga mëkatet, pasi që kemi folë për mëkatet dhe ndikimi i tyre në individ dhe në shoqëri. Thamë se shërimi i parë apo mbrojtja e parë është takvallahu, frika nga Allah azza wa jall apo devotshmëria, ose definimi i ulemave që është ruajtja e njerit nga mëkatet për mos me arrit ose mos me mbulu hidhrimi i Allahut azza wa jall, edhe veprimi i veprave të mira për të arrit me qëllim me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall, kësaj i thuhet takvallahu. Vendi i takvallahut është zemra. Asa Allah azza wa jall thënë Kur'an, wa man yu'azzim sha'air Allah, dhe kush i ngrit i lartëson simbolet, shenjat e Allahut azza wa jall, fa innaha min taqwal qulub, kjo është takvallahu i zemrave. Në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, se të nësmëthën muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, al muslimu akhul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit, la yudhlimuhu, nuk i bën padrejtësi, wala yukhtiluhu, as nuk e dorëzon, thot i del në ndihmë, wala yuhqiruhu, as nuk e nënçmon. At-taqwa hauna, taqwallahu është këto, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, ta transmetuesi dhe bante me shenjën në zemrën e tij. Ta çoksi, thot taqwallahu është këto. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يفتل مقات për njeriu që ai ta nënçmon vllahun e vet. كل المسلم على المسلم حرام. çdo musliman e ka haram për vllahun e tij. على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Gjoku i tij për çdo musliman është haram, gjoku i vllahut i musliman, pasuria e tij dhe nderi i tij. Në këtë kjo hadith flet se takvallahu është në zemër. Pastaj hadithi Abu Dharr radhiyallahu anhu, hadithin qudsi, thot Allah azza wa jall, لو أن أولكم سكري باري يوي وآخركم ضيفون تنغيو وإنسكم وجنكم غنيار ذا جنة كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم تكشين باس زيمرا متقوى الله سكور أي برسوني që është më i miri i juaj që ka takvallahu më shumë në zemër ما زاد ذلك في ملك شيئا. Kjo nuk do të shtonte në sundimin e Allahut azza wa jall asgjë. Edhe kjo hadith po ashtu flet se takvallahu është në zemër. Pastaj hadithi Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum, Allahu nuk shikon pamjet e juaja, wa amwalikum, wa amwal pasurinë e juaj, walakin yanzuru ila qulubikum, po shikon zemrat e juaja, wa a'malikum, dhe veprat e juaja. Në këtë delile argumente janë se takvallahu është në zemër. Mirë po, takvallahu ka gjurmë, dhe më thonë origjina është në zemër, ndërsa ka mundësi mu dallu njeriu devotshëm nga njeriu i cili s'ka devotshmëri, nga se hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, ala wa inna fil jasadi mudghatun, vërtet në trupin e njeriu është një cop mishi, idha salahat salaha al jasadu kullu, nëse ajo është e mirë, në rregull, krejt trupi është në rregull, o idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa al qalb, nëse prishet ajo, prishet i të trupi, në të edhe gjymtyr. Kjo hadith e bën me qartë, po ashtu argumenton se takvallahu është në zemër, origjina, baza e sendeve është në zemër, dhe nëse njeriu është në zemër i mirë, edhe trupi i tij është mirë në rregull me veprat e tij,
Nëse zemra është prish, atëherë edhe veprat e tij janë të prishura, dhe me këtë hadith, e cili shpjegon hadithet e tjera, e bën besimtarit muslimanit të qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk i mbet mëkatarit arsye me thonë, pasi që ti bën mëkatet, se takvalloku është në zemër, e kam në zemër dhe veprat e mia nuk dëshmojnë për atë që e kam në zemër. Përkundrazi, veprat e tij dëshmojnë për atë që e ka në zemër. Nëse veprat e tij janë të mira, takvalloku është në zemër. Nëse veprat e tij janë të këqija, atëherë nuk i mbet atij më argumentu me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se takvalloku është në zemër, s'ka gjë të bëjë me veprën. E thotë se unë jam njeri i devotshëm edhe pse i bëj këtë mëkat edhe këtë mëkat. Përkundrazi, gjithë ata të cilët bëjnë mëkata apo i lajnë veprat obligume që Allahu azza wa jalla i ka obligu dhe nuk ndalohen nga ndalesat që Allahu azza wa jalla i ka ndalu, nuk mbet atyre me thonë se takvalloku ne kemi në zemër na edhe pse i bëjmë atë sa ka vepruar, e shohim nga ja sa mëkate ban, ajo na flet se sa takvallok ai ka në zemrën e tij, se sa ai ka frikë Allahut azza wa jall, se sa ai dëshiron me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall, dhe se sa ai ka frikë nga hidhrimi i Allahut azza wa jall. Pastaj gjithë ata të cilët arsyetojnë me atë se zemrat e tyre i kanë të mira të devotshme, edhe pse veprat e tyre janë të këqija, u përgjigjemi se çdo vepër të cilën ti e vepron, se kjo fjala yt është në kundërshtim me disa punë dhe në disa mënyra mundemi më argumentu. E para është se vepra yte vjen kundërshtim me atë që ka obligu Allahu apo me atë që ka ndalu. Nëse ka vënë vepër mëkatin që Allah ka ndalu, i themi se kjo s'ke nevojë të flasësh për këtë, vetëm se pasi që ka ardhur ajeti ose hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka ndalu këtë vepër, ti nuk mbet më arsyetu me thonë se unë kam takvallok në zemër dhe tash unë e bëj këtë vepër. Pastaj pasi që ke vepruar veprën, vetëm se ke rënë në mëkat dhe ka rënë atë që pejgamberi ose Allah azza wa jalla të shkërcënua se do të kesh pasoja apo do të vjen ndikimi i mëkatit apo do të vjen dënimi për atë që e ke bë. Pastaj nuk më ti arsye mo arsyetu se unë edhe nëse e bëj nuk ka dënim për mua, ti vetëm ka rënë në atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëmbru. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se takvalloku është në zemër, është hadith i përgjithshëm. Andaj nuk i mbej dikujt më arsyetu se takvalloku është në zemër e njeriu për çfarë don, për shkak se hadithit se ne përmendëm tjetri se në mesin e zemrën në trupin e njeriu, në gjoksin e njeriu është një copë mishi, nëse është ai në rregull, i gjithë trupi është në rregull, ki hadithi sharon hadithin se takvalloku është në zemër, se nëse ajo është në rregull, takvalloku është në zemër, patjetër edhe veprat kanë në rregull. E nëse veprat nuk janë në rregull, do të thotë edhe zemra është e smur, andaj zemra e smur, pa takvalloku jep fryte të liga. Në thotë kjo është se i takon se ku është takvalloku, pasi që kemi shpjeguar për vlerën e takvallokut dhe dobitë e takvallokut. Andaj na bëhet obligim me ditë veprat të cilat na ofrojnë te Allahu azza wa jall. E para punë e cila na ofron te Allahu azza wa jall, ku t'i don Allahu të mirën e udhëzon në këtë. Ajo është obligimet. Allahu azza wa jall ka lënë obligime, ka ordhon obligime për njeriu pasi që e ka kriju, dhe nëse don të ofrohesh te Allahu azza wa jall dhe të ruhesh nga hidhrimi i tij, të obligohet të veprosh ata vepra të cilat Allah azza wa jall i ka bërë obligim për ti. Andaj Allah thot illa man taba, përveç atij i cili pendohet, wa amana dhe beson, wa amila salihan dhe vepron vepra të mira, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, atyra Allah azza wa jall të këqijat që i kanë vepruar për shkak besimit që e kanë bërë, thot kanë qenë jo besimtar, e pastaj është penduar dhe ka besuar dhe ka vepruar vepra të mira. Për shkak kësaj që e ka bë Allahu azza wa jall veprat e këqija që i ka pas më herët janë ndrënë në të mira. Allah azza wa jall janë ndrënë në të mira. Dhe Allah azza wa jall kujton të mirën e drejton në teuba. Në vend të këqijave pendohet, pasi pendohet e ndrënë ato veprat e këqija me të mira, kthehet dhe vepron vepra të mira dhe vdes në të. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi 'abdin khayran ista'malahu. Kur Allahu ja dhan një robi të mirën, e shfrytëzon atë. Ka thënë kejf yasta'miluhu ya Rasulullah. Qysh e shfrytëzon këtë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet sahabëve thotë, yuwaffiquhu ila 'amalin salihin thumma yuqbadu alayh. Allah azza wa jall e drejton në vepra të mira, pastaj ja merr shpirtin në ta. Në këtë mënyrë Allahu azza wa jall kur ja dhan të mirën ndikujt. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton nga Allahu hadithin kutsi thotë من عاد لي وليا فقد آذنتم. Këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton nga Allahu
Tregon Allahu Azza wa Jalla në këtë hadith se si ka njeriu mundësi mu afru te Allahu dhe cila është rruga me të cilën ai ofrohet te Allahu Azza wa Jalla. Dhe se jashtë kësaj rruge nuk ka rrugë tjetër. Kush e gabon këtë rrugë apo këtë radhitje ka gabuar mënyrën e ofrimit te Allahu Azza wa Jalla. Man aada li waliyan faqad adantu bil harb. Fat Allah Azza wa Jalla kush ma armiqson mikun tim un I shpalli luftë atij. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dhe nuk ka mundësi të më afrohet robi te ona بشيء me diçka tjetër ahabba ilay që unë e dua illa ilay mimma aftaratu alay. Nuk ka robi ndonjë vepër me të cilën që e duon e që mund të më afrohet on përveç se me atë çka ja kam obliguar. Do thotë me të veprat e para me të cilat ti mundesh më afrohet te Allahu Azza wa Jall janë obligimet. Atë çka Allahu Azza wa Jall ta ka bë obligim, ta ka bë farz. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton hadithin vazhdon thotë: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Pastaj vazhdon me veprat fakultative, me veprat nafile. Pastaj vazhdon të ofrojë te Allahu pasi që të bëj kryq obligimet, apo vazhdon të I bëj obligimet dhe vazhdon me nafile të ofrojë te Allahu Azza wa Jall. Që do të thotë, është e gabueshme njeriu të fillon me nafile e të lën obligimet. Andaj ka thonë, ai I cili është I zonën me obligime dhe kalon nafilet është I arsjetum, ndërsa ai I cili mirët me nafila dhe I kalon obligimet, ai është I mashtruar. Nga se në këtë mënyrë afrohesh te Allah Azza wa Jall me obligimet s'pari, jo me nafilet. Të fillosh të bësh nafile e të lësh obligimet, të je vetëm I mashtruar. Dhe më të parën punë me të cilën afrohesh te Allah Azza wa Jall janë obligimet, farzët. Pastaj vazhdon të afrohet te Allah hatta ahibba, derisa on e du. Hatta uhibba, derisa on do ta du atë, do ta vazhdon me nafile të afru, derisa ta arrin në atë gradë që Allahu Azza wa Jall do ta dëm. Fa idha ahbabtu, e kur ta don Allahu Azza wa Jall, kur ta du on atë, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, bëhem vejshi I tij me të cilën ai dëgjon. Do të thotë ky person nuk dëgjon vetëm që atë shka kur ta don Allahu robin e tij, ai robi I tij për atij çasti, për atij momenti kur Allahu e ka dash, ai rob më nuk dëgjon vetëm se atë shka Allahu e don. Andaj thotë Allahu bën veshë I tij me të cilën ai dëgjon, do të thotë Allah Azza wa Jall e bën këtë njeri që nuk dëgjon vetëm se atë shka Allahu e don. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, bëhem syni I tij me të cilën shikon, do thotë ky person më nuk shikon vetëm se atë shka Allahu është I kënaqur me të. Wa yaduhu allati yubtishu biha, bëhem dora e tij me të cilën ai prek, do thotë nuk prek vetëm se halal dhe ruhet nga harami. Wa rijluhu allati yamshi biha, komba e tij me të cilën ec, do thotë nuk ec vetëm se në atë në vendin ku Allahu është I kënaqur. Wa in sa'alani la a'tiyannahu, kur të kërkon un I përgjigjem I jap. Wala in ista'adha bi la uidhannahu, kur të kërkon mbrojtje nga unë mbroj atë. Wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu, dhe nuk jam I lohatër tat Allahu Azza wa Jalla, kjo është për cilësive të Allahut Azza wa Jalla që kemi përmendur se tona të dielave, kur kemi fol për emrat e cilësitë të Allahut, se Allahu ka këtë cilësi e cila është lohatja mirë, po nuk është kur lohatja e njerëzve. Allah Azza wa Jalla thotë: "Atma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu", كتردد سكر يم إلى هاتر عن نفس المؤمن پر شبيرتن بسمتار يكره الموت أو الرين فديكا وأنا أكره مساءته درسا أن نقدوتي بي أتي دريتكيتشا نطات أي باتيتر أكو مفديك وروبي الله عز وجل أدانتا البسمتار tash Allah Azza wa Jall don mja marr shpirtin atij dhe Allah Azza wa Jall këtu thot unë lohatën punën e këtij se ki nuk është të dash me vdek, ndërsa unë do të mja marr shpirtin, ndërsa shpirti ja këtan ka dhimbje të këqija. Allah Azza wa Jall në këtë rast I vjen më së keqi për këtë që I ndodh robi I tij, e cili është ai I cili është mik I Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall e ka definu këtë surat Yunus, ka thonë ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, vërtet miqtë e Allahut Azza wa Jall janë ata të cilët s'do të kenë frikën ditën e Kiametit, as që do të mërziten, janë ata të alladhina amanu wa kanu yattaqun, janë ata të cilët kanë pas besu Allahun Azza wa Jall, kanë besu, kanë pas besim dhe kanë pas frikë Allahun Azza wa Jall, kanë qenë njerëz me takvallëk. Dhe këtu duhet me ditë besimtari se gjitha veprat me të cilat ti I ban haramat, të cilat I ban, dije se I ke shpall luftë Allahut Azza wa Jall. Me mëkatet e tua I shpall luftë Allahut Azza wa Jall, nëse lufton mikun atij ke shpall luftë Allahut Azza wa Jall. Për ata thot Hasan al-Basri o biri Ademit, hal laka bi muharabati Allah min taqa, a ke mundësite, a ke fuqi ta luftosh Allahun?
fa inna man asa Allah faqad haraba, se ai I cili ban makat I ka shpat luftë Allahut, walakin kullama kana dhanbu aqbah kanat al-muharaba lillahi ashad, se herë që është makati më I shumtu, më I madh, lufta kundër Allahut është më e madhe. ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا, andaj Allah azza wa jall ata të cilët e hajnë kamatën dhe ata të cilët I kpusin rrugët dhe plaçkitësit, wa qutta tariq muharibina lillah, I ka thujnë në Kur'an se janë njerëz të cilët I kanë shpall luftë Allahut, luftojnë Allahun Taala wa Rasulih dhe dërguarin e Tij, li adhami dhulmihim, për shkak zullumit madh të cilën e bajnë ata, li ibad ndaj robërve të Allahut, wa sa'yhim bil fasadi fi biladih, dhe për shkak fesadit të cilën e bajnë në tokë. وكذلك مع عادات أوليائه فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه. Pashtë thot Hasan al-Basria se armësia I të ndaj mesjve të Allahut azza wa jall është luftë kundër Allahut azza wa jall, Allahu I merr përsipër mbrojtjen e tyre, ndihmën e tyre, wa yuhibbuhum wa yu'ayyiduhum, nga se I don ata dhe I ndihmon ata, faman adahum faqad aada Allah ta'ala wa haraba, e kush I armiqson këta ka shpall armiqsi dhe luftë Allahut azza wa jall. Në thot çdo mëkat të cilën njeriu e ban, me atë I ka shpall luftë Allahut azza wa jall. Varet se çfarë mëkati dhe sa tjetë mëkati më I madh, aq më shumë I ka hap luftë Allahut azza wa jall. Andaj Allah azza wa jall ka folën surat al-Baqara për ata të cilët hajnë kamatën, se kanë shpall luftë Allahut. Tat ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Keni frikë Allahun dhe lënë kamatën nëse jeni besimtar. Fa in lam taf'alu, nëse këta nuk e bani, fa'dhanu biharbi min Allahi wa rasulih, atëherë pritni një luftë nga Allahu dhe I dërguari I Tij. Në thotë ky person me mëkatin e vet, me kamatën të cilën e han, apo kamatën që punon me ta, apo I dëshmon në ta, ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se la'na Allahu akila riba, Allahu ka mallkuar atë që han kamatën, akila riba, wa mukilahu, dhe ai I cili e ushqin dikan me kamatë. Në do veç ai që e han kamatën, ti edhe nëse se ha kamatën e jep dikujt e ushqen me kamatë, ti prapë je I mallkum. Wa katibahu, edhe atë I cili e ka shkruajt kontratën e kamatës, edhe ai është I ban, wa shahidehi, edhe ata të cilët dëshmojnë, dhe dëshmitarët kur është bën marrëveshje me kamatë. Gjithë këta janë të mallkum, do të gjithë këta janë luftë me Allahun azza wa jall. Bi habbin min Allah wa rasul, fa adanu bi harbin min Allah wa rasulih, Allah azza wa jall thot, atë pritni një luftë nga Allahu dhe dërguari I Tij, do të thotë ky person është luftë me Allahun dhe dërguarin e Tij, wa in tubtum falakum ru'us amwalikum, atë nëse pendohe atëri ju takon juve koka e pasurisë, la tadlimuna wa la tudlamun, nuk bëni padrejti as nuk ju bëhet juve padrejti. Siç ka ardhur edhe ajeti për ata të cilët bajnë fesadën tokë, se janë njerëz të cilët I kanë shpall luftë Allahut dhe të dërguarit të Tij. E për obligimeve që muslimani I ka në hadithin Abdullah ibn Umerit radiyallahu anhu ma qal, thot sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë buniya al-islamu ala khamsin, është ngrit Islami mbi 5 shtylla. Do thotë janë shtylla, jo se vetëm këto janë obligime, por këto janë shtyllat e Islamit, që do të thotë pak të shtylla, nëse njeriu ti mungojnë këto 5 shtylla, s'ka Islam në zemrën e tij, as në trupin e tij, pavarësisht sa pretendon ai se është musliman. Nëse I mungojnë këto 5 shtylla, të pestat, s'ka mundësi me kon ai besimtar. Thot shahadatu an la ilaha illallah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se rukni shtylla e parë e Islamit është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut azza wa jall, wa anna Muhammadan Rasulullah, dhe se Muhammedi është I dërguari I Tij, wa iqamis salat, falja namazit, wa ita'iz zakat, dhënia e zakatit, wal hajj, haji, wa sawm Ramadan, edhe agjërimi Ramazan. Do thotë këto janë shtyllat e Islamit. Nëse mungon këto 5 shtylla dikujt, s'ka mundësi më kanë ai besimtar. Siç kanë thënë ulemat, edhe njëna prej këtyre me mungua është namazi, nuk ka mundësi njeriu me kanë besimtar. Transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dërguar Muadhin në Yemen si thirrës me mësu njerëzve fejen, dhe e ka thuar në Yemen, atje ka pas mu taku me I thartë e librit, do të thënë me krishterë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot Muadhit, kemë shku me një popull atë në thartë librit, janë për krishterë. Të parën punë të cilën do t'i thërsh asa innaka tuqaddimu ala qaumin ahli kitab. Vërtet I thot jetë shkuar me një vend, ata janë banor Yemenit, ata janë
i thartë të librit. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayh. Le të jetë e para të cilën do t'i thrasësh ti ibadetullah, që ata të adhurojnë vetëm Allahun azza wa jall dhe askan tjetër. Fa idha arafu Allah, nëse ata me këta e njohin Allahun azza wa jall, fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alayhim 5 salawat. Kur të pranojnë këtë dhe të besojnë Allahun dhe të bëjnë ibadet Allahun, ta njohin Allahun, ata bie se thuju atyra, obligoj ata se Allahu ka bë obligim atyre 5 kohë të namazit fi yawmihim wa laylatihim, gjatë ditës dhe natës. Fa idha fa'alu as-salata, kur ta kryjnë faljen e namazit, kur të përgjigjen kësaj, fa akhbirhum anna Allah farada alayhim zakah, lajmëroj se Allah azza wa jall i ka obligu ata me zakat. Min amwalihim, që të hapin zakatin nga pasuria e tyre, wa turaddu ala fuqaraihim, ju mirët nga pasuria e tyre dhe ju kthehet fuqarave të tyre. Fa idha atha'u biha fa khudh minhum wa tawaqqa kara'ima amwalin nas, nëse pranojnë këtë, merre zakatin nga pasuria e tyre dhe ka kujdes mos e zgjidh atë që e kanë më të mirën. Në të merre nga zakati ajo që është e mesme nga pasuria e tyre. Kur shkosh më marr për shembull grunin, mos ja merr atë grunin më të mirë nga zakati, po zgjidh të mesmin. Do të ke kujdes nga ajo pasuria më e mirë e njerëzve kur të marrësh zakat. Në të këtë mënyrë njeriu ofrohet te Allahu azza wa jall. Këto janë obligimet të cilat kanë ardhur në sunnet, kanë ardhur në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili don mu ofru te Allahu dhe mu rujt nga hidrimi i Allahut azza wa jall, fillon nga këto. Fillon nga obligimet të cilat ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Andaj shef njerëzit se si gabojnë. Nuk ju përgjigjet këtij ftese, nuk ju përgjigjet kësaj thirrjes Allahut dhe thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ju përgjigjet obligima, e pastaj kur ta pash mundohet me dhën sadaka vepër fakultative. Dhe jep një fukaras para, jo zakatin, po jep disa para fukaras dhe mendon me këtë se i ka shlyjë të gjitha dhe me këtë është ofruar te Allah azza wa jall, që njeri e ka mashtruar veten dhe ka gabuar rrugën, se në këtë mënyrë nuk ofrohet te Allahu azza wa jall, po te Allahu ofrohet me kryerjen e obligimeve së parë. Siç është për obligime, kushtet e imanit, nëse njeriu vëllon me vepru vepra tjera, e ka harru këto kushtet, shtyllat e imanit të cilat kërkohen nga besimtari, ajo që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka ardhur njëri te Omer radhiyallahu anhu, ka ardhur Xhibrili te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka pyet për islamin, pastaj e ka pyet për imanin, çka është islam, pastaj e ka pyet se çfarë është imani, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi, besosh në Allahun, në melekët e tij, wa kutubihi, librat e tij, wa rusulihi, të dërguarit e tij, wal yawmil akhir, ditën e gjykimit, wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri, dhe të besosh në qadarin e Allahut, caktimin e Allahut, qoftë e mirë apo e keqe. Në thot, nëse njeriu nuk e beson këtë, ka të ka për veprat të tjera. S'ka mundësi mu afru te Allahu derisa nuk beson këtë çka ka ardhur. Derisa nuk beson në Allahun, ka të ka veprat të tjera. Nëse nuk beson me lekt, ka të ka veprat të tjera. Nëse nuk beson në librat që i ka zbritur Allahu, ka të ka veprat të tjera. Nëse nuk beson qada dhe kaderin e Allahut azza wa jall, ka të ka veprat të tjera. Nëse don mu afru te Allahu, që të arrin krasinë e Allahut, dashurinë e Allahut azza wa jall, i duhet të fillon nga këto, dhe beson atë çka Allahu azza wa jall e ka obliguar me besun ata. Apo në hadithin, nga se iman dhe islam ka ardhur këto dy hadithet, hadithin e Xhibrilit ka dash ka është islam dhe çka është iman. Imani është më përfshirë se sa islami. Mi pa ndonjëherë fjala iman përfshin edhe atë çka është islam. Andaj ka ardhur në hadith se kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, hadithi ibn Abbasit, se kanë ardhur nga fisi Abdul Qais një delegacion dhe kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për diçka, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në të çka është për imanit, e pejgamberi ka përmend bi arba'an, ai kanë obliguar me 4, wa nahahum an arba'a, dhe i kanë ndaluar nga 4 gjëra. Amarahum bil imani billahi wahda, i ka urdhëruar të besojnë në Allahun të vetëm. Qala atadruna mal imani billahi wahda, fa adini çfarë do të thotë me besu vetëm në Allahun. Në të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pyetur adini se çfarë do të thotë me besu vetëm në Allahun. Qalu Allahu wa rasuluhu alam, tan Allahu dhe dërguari i tij dhe më së miri. Qala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa siyam ramadan. Ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zakatit dhe xherimi i Ramazanit. Në të këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përfshi me fjalën iman edhe ajo që është islam. Në hadithin e parë, çka është islam, është përgjigj me 5 shtylla, ndërsa kur e ka prit Xhibril çfarë është iman, i ka përmend 6 shtylla. Ndërsa në këtë hadith ka përfshi edhe imanit edhe të islamit me një vend. Në e para punë janë obligimet. E prej obligimeve të para
është ibadete, ajo është namazi. Andaj s'ka mundsi njeriu pas dëshmijës, pasi që ka besuar në Allahun, pasi që ka besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundsi mu afru me diçka tjetër vetëm se me namaz. Fillon nga namazi. Kjo është obligimi i parë i cili kërkohet nga njeriu që ai mu afru te Allahu azza wa jalla. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Al-ahdu alladhi baynana wa Allah, faman tarakaha faqad kafar." Dallimi mes neve dhe jo muslimanëve është namazi. Ai që lën namazin, ai del prej fejes. Do thot e para me të cilën ti afrohesh dhe dëshmon se vërtet fjalën la ilaha illallah e ke thënë me sinqeritet dhe vërtet i beson këtë fjalë, nga se thush se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut, pastaj mos ta adhurosh, kjo është gënjeshtër. Kjo është gënjeshtër. S'ka mundsi njeriu të thotë se vetëm Allahu adhurohet, pastaj nuk e adhuron Allahun azza wa jall. Ky njeri gënjen. Andaj se kur ti shkoni sinqert këtë fjalë të cilën ai e thot, patjetër kish me bë ibadet Allahun azza wa jall. Po mos sinqeriteti i tij, mos besnikëria e tij e bën që ai me lën namazin, mos me bë ibadet Allahut. Nëndat mos pari obligohesh afrohesh te Allahu me namaz. Domethënë me farzet e vjen në farzi namazi. Farzet janë dy lloj, farzul kifaya e farzul ain. Farz kifaya është pas kohës të namazit, ndërsa farz ain është nëse një pjesë e muslimanëve e bojnë, largohen, domethënë nga obligimi të tjerë, domethënë lirohen nga obligimi të tjerë, sikur është namazi i xhenazës. Do thotë, e hadithi përfshin të dy llojet. Kur thotë Allahu azza wa jall, ai ofrohet me me farzat, do thotë qoftë ai farzi që është ain për çdo person, obligime për çdo person që është sukur pas kohës të namazit, apo namazi i xhenazës. Çdo dy llojet janë vepra të cilat ofrojnë te Allahu azza wa jall. Nëthot Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali ahabbu ila Allah. Cila vepër është më e dashur te Allahu azza wa jall? Qala as-salatu ala waqtiha. Përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vepra më e dashur te Allahu, vepra më e dashur te Allahu azza wa jall, e cila të ofron te Allahu, që Allahu e don pas besimit, është, ka thënë pejgamberi, as-salatu ala waqtiha, ta falish namazin kohën e vet. Ta falish namazin në kohën e vet. Qale thumma ay, pastaj thash ja Rasulullah, e pas kësajna, qale birru al-walidayn, ta të respektosh prindërit e tu. Qale thumma ay, pastaj thash ja Rasulullah, po pas kësaj, qale al-jihadu fi sabilillah. Thot Abdullah ibn Mas'ud, pastaj pejgamberi sa sa thash, e treta cila pas kësajna ta pejgamberi të ftosh në rrugën e Allahut azza wa jall. E sheni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e ka përmend namazin para luftës dhe para respektit ndaj prindërve, se do thotë është puna e parë të cilën obligohet besimtari pas besimit. Thot pastaj Abdullah ibn Mas'udi, hadathani bihinna walau istazadtu lazadani. Unë thot pejgamberi më ka treguar për këto tre gjëra, sikur kisha kërkuar më tepër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më kishte shtu. Do thotë sikur kisha kërkuar për vepra të tjera më të rrugë cilat janë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më kishte shtu. Do thotë e para punë me të cilën njeriu afrohet te Allahu azza wa jall është namazi. Do thonë farzet, ajo janë në ran ibadeti Allahut azza wa jall, ajo është namazi. Pastaj për veprat me të cilën janë obligueshme dhe afrohet, siç ka në këtë hadith, është edhe respekti ndaj prindërve. Allah azza wa jalla ka thënë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dhe Allahu ka bë obligim ju, Zoti i ka bë obligim ju që mos adhuroni askën tjetër përveç Allahut, e pastaj wa bil walidayni sa dhe të silleni mirë me prindërit e ju. Do thotë Allah azza wa jalla në këtë ajet ka lidh sjelljen me prindërit bashkë me ibadetin, me tauhidin, me nishmërinë e Allahut azza wa jalla në ibadet. Është do të thotë se kjo ajet flet për rëndësinë që ka sjellja ndaj prindërve apo për obligimin që ka besimtari ndaj prindërve. Transmeton Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu thot: "Ja'a rajulun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, tha'iru ar-ra'si." Arfat Talha ibn Ubaydillah thot: "Arni njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një bedevi fshatar, i kishte flokët pa kret, pluhrosra, yasma'u dawi sautuhu wala yufqah." Thot e dëgjeshmi zonin e tij, ka filluar të flet prej larg, ndërsa se kuptoheshmi se çfarë po thot. Ma yaqulu hatta dana, deri sa është ofrua. E kur ofru, fillu me dëgju se çfarë ashtu thon, çfarë ashtu pyet. Do thot fa idha huwa yas'alu anil islam. E pastaj e kuptuam se ky person është e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth islamit. Do thot ky fshatar flet për traditën, o thonë edhe në çfarë tradite kanë jetuar fshatar. Do thot bedevi prej larg se ka ditë atë formën, atë gradën e respektit që do të më pasaj ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej së largu ka filluar me i përtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me pyetje rreth islamit, saqë sahabët se kanë marrë vesh se çka është të fol, çka është të thon, vetëm zonin e kanë dëgjuar, se kanë kuptuar se çfarë është të dashur. E kur është ofruar, kanë marrë vesh se ky person është të pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth islamit. Fa qala sa
5 salawat fi al-yawm fa idha huwa yas'alu an al-islam. Thot kur e pa se ky person është e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rreth islamit. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: 5 salawatin fi al-yawmi wal-layla, ti falsh 5 kohë namazit, 5 namaze gjatë natës dhe ditës. Do thotë ti fal 5 kohë namaz. Fa qala hal alayya ghayruha, a kam përveç kësaj në namaz tjetër? Qala la illa an tatawwa, fa pejgamberi përveç, domethënë s'ke namaz tjetër të obliguar përveç këtyre, veç nëse ti don me fal namaz vullnetarisht. Qala Rasulullah wa siyamu Ramadan, dhe të agjërosh muajin e Ramazanit. Fa qala hal alayya ghayruha, fa kam ajrim tjetër përveç muajit Ramazanit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka la illa an tatawwa, vetëm nëse ti ajran, vetëm nëse ti do vullnetarisht me agjëru të tjera. Qala Rasulullah sallallahu وصيام رمضان قال هل علي غير إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الزكاة pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përmeni zakatin që ka obligim. Qal hal alay ghayruha, fa a kam obligim me dhon diçka tjetër përveç zakatit? Qala la, fa pejgamberi illa an tatawwa, vetëm se nëse ti këtë e bën vullnetarisht. Pastaj thot ky person fa adbara rajulu wa huwa yaqul, fa takthej shpinën dhe unis dhe tha wallahi la azidu ala hadha wala anqusu, tha pasha Allahun, unë as nuk kam me shtu ma shumë se kjo, as nuk kam me lan mongu këtë që ka ma ka obligu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në thot kam me vepru këtë që ka e kam obligim, por nuk kam me vepru ma tepër, as që kam me lan mongu. Kala Rasulullah sallam aflaha in sadaq, nëse e ka thonë të vërtetën, shpëton ditën e kiametit. Nëse e ka thonë të vërtetën, shpëton ditën e kiametit. Flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith se njeriu me obligimet që ka dhënë Allahu azza wa jall shpëton ditën e kiametit. Kjo është shpëtimi, ndërsa rrugë tjetër nuk ka për shpëtim. Do thotë nuk ka njeriu mundësi me shpëtu te Allahu azza wa jall, e ai shkon pa i kryer obligimet të cilat Allahu azza wa jall ja ka dhënë, edhe nuk ndalet nga dalesa që Allahu ja ka dhënë. Pastaj për veprave që afrojnë të njeriu që vjen hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj njeriu vazhdon mu afru te Allahu përveç farzave obligime që ja ka dhënë me nafile, me vepra nafile vullnetare, e që ajo është ka për namazet, ka sadaka vullnetar, o thënë domethënë përveç zakatit me dhënë njeriu sadaka, gjitha veprat që nafile jashtë asaj që njeriu është i obliguar, ofrohet me ta te Allahu azza wa jalla dhe arrin kënaqësinë e tij derisa bëhet mikja Allahut azza wa jalla. Allah azza wa jalla me këtë vepër ka obligu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe në fillim të islamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas obligim me fal namazin. E namazi më i mirë është namazi i natës. Allahu ka thënë wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan, dhe nga nata fal namaz, dhe në pjesë të natës fal namaz. Laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ndoshta Allah azza wa jalla ka me të ngritje me një vend të lavdruar. Thot Ibn Kathir rahimahullah, komentatori i Kuranit, se Allah azza wa jalla këtë ajet e ka obligu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fal edhe namaz të natës, dhe se namazi më i mirë përveç farzit është namazi i natës i cili falet vullnetar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afdalu salati ba'da al-faridati salatu al-layl, namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës. Sheni, se namazin e farzit nuk e arrin asnjë namaz, vlera asnjë namazit nuk e arrin vlerën e farzit. Do thot ti e fal namazin gjatë ditës farzin, e nëse e leket namaz, qohësh falës gjithë natën, se në arrin vlerën e një namazit që e ke lënë. Edhe nëse falës gjithë natën. Pse ajo është nafile vullnetarisht që e ke fal, ndërsa kjo është obligueshme këta Allahu azza wa jalla ta kërkon, ndërsa ata që e ke fal gjatë natës nuk ta kërkon. Andaj ajo që ka falë të gjithë natën, nuk e kërkon Allah azza wa jalla ditën e kiametit, edhe nuk e zën vlerën atij namazit që të ka ikti gjatë ditës. Andaj nuk ka mundësi të falësh gjatë natës për më ofru te Allahu dhe ta lash atë që e ke obligim gjatë ditës, është rrugë e gabuar. Pastaj ka në hadithin e Muadh ibn Jabalit se e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna, lajmërom ja Rasulullah për një vepër e cila më shtin në xhennet, u yubaiduni anin nar, dhe më largon nga zjarri. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigjet, thotë laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayh. A vërtet ke pyet për një sen të rënd të madhe, një çon të madhe ke pyet, mirë po është e lehtë për atë që Allahu ja ka lehtësuar. Ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a.
të adhurosh Allahun dhe mos i bësh shirk atina. Wa tuqimu s-salah, dhe ta falësh namazin. Gjone ky sahabi kërkon me ditë rrugën me të cilën hyn në xhennet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë të adhurosh Allahun dhe mos i bësh shirk atina. Dhe të rruga pas besimit është me adhuru Allahun azza wa jalla për me hyn në xhennet. Nuk ka rrugë për xhennet pa adhurim, pa ibadet. Në gjithë ata të cilët dojnë me hyn në xhennet, mirë po se kanë zgjedhur rrugën e ibadetit, kanë zgjedhur rrugë gabueshme, sa ai rrugë të cilën e ka zgjedhur nuk çon për xhennet. Ai rrugë çon për xhenem, jo për xhennet. Rruga e cila çon për xhennet është rruga e adhurimit, që Allah azza wa jalla me bëj ibadet dhe mos i bëj shirk atina. Wa tuqimu s-salah, dhe ta falësh namazin pas kohës së namazit, wa tuaddi z-zakat. Në të gjitha llojet adhurimit ja kushtosh Allahut dhe askujt tjetër, mos i bëj shirk në asnjë lloj adhurimi. Pastaj namazin ta krysh në rregull pas kohës së namazit, wa tuaddi z-zakat, ta dhash zakatin, wa tasumu ramadan, ta xhirash ramazanin, wa tahujju al-bayt, dhe ta bësh haxhin. Thumma qal lahu ala adulluka ala abwab al-khair. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë, a do me tregue rrugën e dyrëve të mirësisë. As-sawmu junna, agjërimi është mburoj. Ta xhirash vullnetarisht, ai agjërim është mburoj, mburon nga zjarri edhe nga të këqijat. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Nëse jep sadaka vullnetarisht, ajo e anulon, i fshin mëkatet sikur që e shup uji zjarrin. Wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layli, dhe falja e namazit natën në mesin e natës, në kur njerëzit janë në gjumë, të falësh namaz, dhe kjo të ndihmon. Pastaj ka lexoj ajetin tatajafa junuhum anil madaji'i. Allah azza wa jalla këtë ajet i lavdron ata të cilët ngriten nga shtratat e tyre gjatë natës dhe bajnë ibadet Allahut. Thumma qal ala ukhbiruka bi ra's al-amr. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a do më tregue për kokën e çështjes, domethënë kryes e çdo çështje, wa umudahu wa dhirwata sanamih, a do më tregu kokën e çështjes dhe shtyllën e saj dhe kulmin e saj? Qultu bala ya Rasulullah, tash po si jo ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam, koka e çështjes është Islami. Do të thotë me shtyllat e saj, nëse do me hyn në xhennet. Wa umuduhu, shtylla e saj me të cilën ti e mban atë Islamin është namazi. As-salah. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, ndërsa kulmi i Islamit është xhihadi, lufta në rrugën e Allahut azza wa jall. Në thotë gjitha këto hadithe cilat i lexojmë na flasin për mënyrën se muafru te Allahu azza wa jall, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam radhi gjithmonë kur pyetet nga sahabët çështjet e obliguara se në këtë mënyrë të ofrohesh te Allahu azza wa jall. Ndërsa ai i cili fal namazin farz dhe i kryen nafilet dhe fal namaz nafile prej suneteve, ajo ka disa dobi prej asajna. Një prej dobive është se ajo në ditën e kiametit ja plotson mangësitë e namazit që i kalon. Mangësitë, jo si do që kanë kuptuar. Disa kanë menduar se ai i cili kalon farzet, pastaj ka fal sunete, që ato sunetet në ditën e kiametit, ka të kesh kuptuar hadithin, me që ato sunete e zavensojnë farzin. Jashtë. Gjatë farzit, kur e ke kryti farzin, ke lënë ndonjë mangësi, nuk e ke plotsuar ndonjë vajxhib tamam. E ke qartë? Ke lënë ai vajxhib se ke plotsuar tamam, ose ruknin se ke plotsuar tamam. E tash ke lënë mangësi gjatë farzit, ama e ke fal. E tash ti ajo do të më plotësua Allahu azza wa jall, që mos më trokti ndonjë kërcënim, ndonjëm për këtë mangësi që ke lënë. Allah azza wa jall dyp ditën e kiametit për këtë rob, a ka namaz nafile. Dhe që ato mangësi që i ke lënë në namazin nafile, Allahu azza wa jall ti plotson. Ta plotson farzin që mos më mbet ti me mëkat. Andaj thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhu min al-amali ma tutiqun fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosi që njeriu mos mozon me nafile, me lodh veten, au thon edhe pastaj çohet i fal namaz ose kryen ibadetet i lodh. Khudhu min al-amali, fatmarni nga vepra atë që keni mundësi me kry. Do thot flet për nafilen këtë rast, jo për farzët. Dhe farzët Allah azza wa jalla ka bë obligim dhe ditë që njeriu ka mundësi me kry. Dhe gjithë ata të cilët arsjetohen se o Allah kjo është farz po s'po muna. Domethënë kam qëllimi për namazin, se ka mundësi smunesh për agjërimin, ka rrugdalje tjetër. Allahu më njëherë ka lënë rrugdalje, pagunat, fidjen që e pagunë, sadaqat el fitrin që i jepet
çat muajit Ramazan ose fidja ipet për çdo ditë për atë që s'mundet me agjëru. Në kalon, për atë që s'ka mundësi me shku në haç, Allah se kalon rrugë dale, se ka obligim, si pasuri, se ka obligim. Sigurisht mundi që për agjërimin që e ka. Mirë, po për çështën e namazit nuk kalon rrugë dale. Dhe gjithë ata të cilët thonë se nëse kemi mundësi me fal namazin, gjithë janë gënjeshtar. S'ka mundësi, se Allah azza jalla e ka obligu dhe s'kalon rrugë dalje. S'kalon rrugë me thonë njeriu s'mundem. S'kalon rrugë, se Allahu e ka kriju njeriu dhe e ka kriju kohën dhe e di se me çfarë mirret dhe e di se ka mundësi me kry, andaj ja ka bë obligim dhe si kalon rrugë dalje ku me lan. I ka dhënë lehtësime, mi po si ka dhënë rrugë, ai përmet. Nëse ka qenë smut, ka thënë falet ul, nëse s'mundet ul, falet shtrit, mi po nëse s'ka ujë, falet me tejemum. Nëse është në rrugë, e shkurton 2 rekat, mi po nuk lihet. E bashkon, mi po nuk e lihet. Do thotë, në gjitha i kalon lehtësime, mi po nuk i kalon rrugë, ku ai mundet me thonë se fali namazin, se on s'mundem me kry namazin. Ai i cili thotë s'mundem me kry namazin, do të vjen kundërshtim me atë që Allah azza wa jalla ka obligu. Nëse Allah azza wa jalla nuk mërzitet derisa ju nuk mërziteni. Do thotë nëse ti lodhesh nga ibadeti, Allah azza nuk lodhet me ti pranu ti, me ta pranu ibadetin ose lutjet e tua. Tan kohën Allah azza i pranon, mi po ti Allah azza nuk e lën pranimin e lutjeve tua vetëm ti kur ta nish veten mo lodhesh me atë ibadetin që e bë. Po ashtu për dobive që e ka njeriu namazit apo nafilit që i fal, është se sa më shumë të fal, aq më shumë është afër Allahut azza wa jall. Nëse e shton sejdët. I shton sejdët, e sejdët janë shkak për me në xhenet. Dhe janë shkak që ofrohesh te Allahu, dhe janë shkak që mu pranu lutjet. Do të janë shumë dobi, të cilat kthehen vetëm ju kthejnë namazit, shka ndoshta si ka asnjë ibadet tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton hadithin njëri nga sahabët se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke marrë abdes, ky sahabi ka ardhur me qit ujë, me marr pejgamberi abdes. Ja ka ofruar ujë në abdestit, edhe me qit ujë. Edhe ky pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë këtij sahabiu, "Sel, pyet, çfarë po don? Kërko diçka me dhon." Ky sahabi thotë, "Es'aluka murafaqataka fil janna." Thotë ky sahabi, thotë, "Unë ja Rasulullah po du me pas shoqërinë tonë në xhenet, me kon shok me ti edhe në xhenet." Çeta, ka thonë me urdhno, çka po don? Si ka shku mendja me lip diçka për dunjë. Ka thonë ja Rasulullah, mos më ka dhënë rastin me kërkuan diçka prej teje, kërkoj që ti, do të thonë me lut pejgamberi për këtë, që mi kon ky shok me pejgamberin prap në xhenet. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka i thotë, "Tadfa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Ndihmo mu për veten tone me shtimin e sejdës, duke bërë shumë sejdë. Nëse do me kon shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet, atëherë ndihmoje veten tone me shumë ibadet, me shumë sejdë, me shumë namaz. Pastaj hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru min ad-du'a." Mas afërmi njeriu është me Allahun kur ai është në sejdë, fa akthiru ad-du'a, andaj shtoni lutjet, se në këtë rast je më afërmi me Allahun azza wa jall. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith flet për vlerën e 2 rekateve të namazit sabahit, sunetin që e fal njeriu. Dhe kjo është për namazeve vullnetare, domethënë jo për namazeve të obliguara, domethënë 2 sunet e sabahit ose sunet e tjera. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith flet veç për vlerën e çtyje 2 rekateve që njeriu i fal para namazit sabah, para farzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma 'alayha." 2 rekatet e sabahit sunet që i fal njeriu para farzit janë më e mirë se krejt dunjaja dhe çka ka ta. Do thotë kjo rruga me të cilën njeriu afrohet te Allahu azza wa jall. Me kaq për sa të përfundojmë, wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.